Dhe ja ku jemi të kuzhina, unë shumë shpresoj që Lena sot na po. Shko meru me beben motër, Lena të hojmë të qenë. Do të gatujem një pogace me së gjokë. E di që është cheating day pe vojna. E di që nuk është dietale, po ku ka ma mirë se recetat e gjyshës. Zonja Gjevahire Berisha Abdullah, e cila thash para disa mujve, djalin saj Rejani ka qenë ka gatu, sepse ja ka trashëgu djalin saj këtë talentin për kuzhinë. Sot në studio me mu, dhe do të gatujem bashkë një pogace. Mirë se erdhe. Mirë u gjitha, Saranda. Faleminderit shumë që çdo herë je mike e emisionit Familja Jonë. Edhe ti që çdo herë je hapur për ftesë për mua. Shumë faleminderit. Unë e mbaj mend shumë mirë recetën e djalit tënd, që aty u pa edhe puna jote në shtëpi, sepse një djalë që është në moshë 12 apo 13 vjeçare, që din as mirë të gatuaj, e trashëgon nga një prind i cili e merr ofër vetes edhe jam mëson ato punte domosdoshme që duhet t'i njohim. Po unë e kam në Instagram, gjeven edhe në Facebook, edhe shumë shpesh i shoh receta. Ti më shumë nga tradicionale, më duket. Zakonisht ka tradicionale, po dhe nga gjërat kështu tjera, cilat i bëj me pasion. Po. Fëmijët e mi, fati im ka qenë që fëmijët e mi nuk e refuzojnë asnjë lloj ushqimit, dhe ma ka bëm të lehtë operimit, gjitha format në kuzhinë, çka do që të servoj, ajo është tradicionale dhe po. Ajo është e pranueshme prej fëmijëve. Cilat i dojnë më shumë? Tradicionale. Dyjat. A dyjat? Dyjat. E ti? Edhe unë dyjat, fatkeqësisht, me thonë fatkeqësisht, anë i gabrumra, dile sa herë dalonë, në veç ma shumë i jam t'ikoj. E di edhe, po më stimulon edhe mu kur pisha postime tua, o zosh, po më hahet një pogace, edhe para të ditëve pash një postim pogace, dhe thash, hajde gatuma këtë pogace. Faleminderit që ti, jo është edhe një diçka që nashta e bëj formë shakaje, nashta e mendoj ashtu që na fizician t'jena si tipa që thojmë, po që me shka në rritë për në tonë. Qështu e kalkulani, e mendoj atë në jargonin tonë popullor që gjithë janë rritë me brumna, me mjellra ndryshëm, mjellat integrale jenë apliku vonë të reza tona, mirë po kryesisht jenë popull i rritën edhe mesatërisht gëzojmë shëndet mirë. Po, absolutisht që po kjo koha moderne, qoftë edhe për me mbrojtë shëndetin, qoftë edhe për më dogë bukur, i ka eliminu disa prej kalorive, po që nga njëherë s'ka problem. Këtë recete ki nga gjyshja, po na ndërkohë fillojmë të gatuim gjeve dhe flasim. Zakonisht brumrat i kam nga gjyshja. Brumrat i ke nga gjyshja. E përshëndesim gjyshën shumë, unë shpresoj që ka me dalë pogace ashtu si i del gjyshë, se gjyshë din me kompakt kritike nga njëherë. Edhe pse është lodhë. Po, që mundesh me... Po, është lodhë, ku vetë fundit me shëndet, mirë po këshillat e sajna çdo herë në jetë, më kam bo dobi. A e bën recetën komplet si të ka thonë gjyshja, a e ke ndryshu? Brumin. Brumin komplet. Gjëra tjera, gjyshja em nuk ka apliku fara qia. Okej, ose fara zeza, ose... Farën e zezë e ka përdor, mirë po këto tjerat, jo. Edhe teli nëse duhet e kja të dëllopja, po mjafton me luk? Mjafton kjo luk. Okej, ke hedhë 3 vezë? Po, e kemi kosin e shtëpis. Kosin e shtëpis. Një gotë kos shtëpie. Po shihet në këtë format e kam bo. Po. Krep. Po. Unë po t'i largoj që t'a liroj edhe vendin për kamerën. Kjo është soda bukës. Krep, sot bukës, fara që janë një lugë ma dhe gjela, po? Mujmë si pas dëshire me vendosë dhe më shumë. Kritën varë si pas shije. Fëmijët e mi gjitha llojet e farave që i qesë në brumna ose në salata ose kudo tjetër, i konsumojnë. I konsumojnë edhe fare, nuk e kam problem. Të ashtu arsitu të Lena, na pohojmë tradicionale, po fara qia i kemi vendosë. Po. Vaj ullire, një lugë? Apo më shumë? Jo, 3 po i qesim, po. Masa si jep një shije ma të butë. Po. Vendosim edhe pluhrin për pjekurina. A është, ju me prejardhe nga Peja, po ajo? Jo, nga Prishtina. Nga Prishtina, burin e ki nga Peja? Burin nga Peja. Tasha është kjo recet që e ke mësu nga ana e Pejës, apo? Sara, pas përfundimit studimeve, atëherë jo martu. Me krenari e them që kuzhinën e kom pas gjithmonë të mësume
qysh më fillim para martesës. Edhe jam krenu edhe si në aspekt fushën e profesionit që e kom pas, po dhe në pjesën si nuse, e kom pas guximin gjithë shka me eksperimentu. E kom për veçlisë, është diçka që duhet. Tash e shoh dhe të rejonit që nuk ju pritan. Po. Ki edhe Nilin edhe Bletën, fëmijët të tjerë, a kanë fillu me mësu në kuzhinë me ty? Me servu i kemi, Nilin e kemi me servu, me palos gjëra. Bleta alo e vogël. Bleta është alo e vogël, po ke parasysh që e kemi lastu pakës. Vetë mja vajzë. Po hareja shtëpisë. Vajzat, s'ka si vajzat, luk t'i kja të gjithë. Në ndërkohë, këtë recetën e pogaçes, se kjo është dilema ma e madhe, janë disa pogaçe, për shembull nga ana e vjerës tem, janë disa pogaçe që alo ma qish me bëhen të nesërmen, po janë disa tjera që e gatuin, për shembull nga ana jonë, o duhet me konsumu të nxehtë, o pastaj nuk ka shije. Unë jam në gjitha forma, ndoshta mendoj që kuzhina është duhet me dashtë. Po. Për me pas një gatis duhur, është e dashuria që bën. E mendoj që sa herë bën me dashuria ato janë të mira. Të mira, gjithë edhe janë qëndrueshme. Po ku qëndron pogaçja, tash halofa e nxjerr mirë prej furrës ka me shku. Veç ju boft mirë. Ka receta të ndryshme. Tash varet se si kanë qenë kushtet ekonomike të parëve tonë. Për shembull, ka nana tona kanë gatu shujtë kësi pogaçe të mira edhe me pak përbërs. Po vetëm ujë mirë. Me gjëra elementare, me ujë djathi, unë kam provu shumë forma. Me të vërtet del shumë mirë. Me ujë djathi pogaçja del shumë mirë. Po nisemi, po thamë, kuzhina është dashuri. Po e kultivove me dashuria, pa dyshim që dele mirë. Absolutisht, pajtona plotësisht. Në ndërkohë, e ke shkru të receta 2 gota miell, por ka rëndësi me qenë forma pak ma homogene. Po. Mund të ndodhe edhe më shumë se 2 gota. Ma shumë. Deri sa masa më zëngjitet për dore. Po. A je i fanë se ushqimeve vetëm me gatu dhe servu, apo edhe bukur me i kushtu në përmendje servime? Ti e dinë që sem për cjell, pa pas knaqësi nga ana vizuale, nuk më jep atë knaqësin e shijimet, duke që se kom servu mirë. Është pasion edhe vetë me hongër e mare e regullojnë formë t'ilë, mirë po tash zakonisht e servoj dhe e shërbej. Bravo. Ka shumë rëndësi, sepse është një ritual shumë i rëndësishëm edhe koha e ushqimit. Nashta shumë shpesh e themi nuk është ushqimi me kry obligim, sepse nuk është vetëm obligim, është një ritual që duhet ta shijojmë, të ham ngadalë, edhe shkencërisht është vërtetuar që kafshatat e vogla, të përtypura mirë, ngadalë, të përbijet me shumë kujdes, janë më të shnetshme edhe kur nuk është ushqimi si që është për shembull një pogaçe. Pavarësisht që mund të themi që ka kalori, mund të shtojmë peshë, nëse përtypet mirë, e japim një kalori brenda javës që nuk është një herë në javë, ndoshta. Shkojmë në atë aspektin teorik, edhe nëse bëjmë lëvizje, nëse kemi aktivitete ndryshme, nuk do të thotë që ti ke konsumu diçka me brom. Me kalori shumë, po... Nëse je pasiva, çka do që t'hajsh edhe gjëra të shëndetshme ti... Absolutisht. Shton peshë. Shton peshë ose e ngarkon organizmin. Unë shumë shpesh gjejmë, thamë, unë shkojmë fitness për me hongër çka du. Se jam gurmane dhe më pëlqenë, edhe ushqime tradicionale, më pëlqenë pitet, më pëlqenë pogaçja. Nuk më mja leju vetës me me marag të pogaçës. Shkojnë fitness e djegi pogaçën mramje. Jo, unë jam tipi brumnave, shoku është tipi mishnave. Kur qes li nga njëherë, e servoj me pak mjaltë, se diçka të të shumë e mirë është të kishë pas do mishë. Prej brumave e hanë mishën, edhe këta në formë adi humori, mirë po... Që mishë është ma i shnetshëm, edhe unë jam ma shumë pjesë e mishit, po absolutisht e du shumë. Nga tradita e gjyshës teme dhe nanës, zakonisht, kur kemi pregadit ushqime, si me pas musafir, si ju, në strez është servu edhe gjella, po shko një marifat me qitë edhe një pite, ose një diçka lloj brumi tjetër. Po thuj se kjo është gati, më duhet vetëm edhe pakës ta ngjeshim me dorë, edhe ta vendosim në tepsi.
Zakonisht të pogaçen e servon me djath? Me djath, me ljong, që nga ona jo mi thëmë ljong. Ljong edhe na e theni. Gjymë. Ne servojmë me ljong, me speca, me ulli. Me gjithë se kjo është e shishme dhe ashtu. Edhe me qaj zakonisht unë përcjellë mu. Edhe një prej receptave të mia që unë zakonisht i pregadis, nuk i du gjëra që marrin kohë. Procese që kjepin. Ke parasysh që kur të ullësh me shiju, e ki një lodhje që nuk mund është mja provu as shijen. Po, e vërtet është. Na, pavarësisht që jemi profesionistë të fusha ndryshme, ndjemi edhe lodhje gjatë procesit. është ndrimi i dytë i punës, pastaj kuzhina atje. Unë e ruj energjinë fizike timën që kur të pregadis, na e rujmë fizicientat energjinë e trupit, kur të pregadisëm, kur të shiojmë, me shiju me relaksio, me thonë e pregadita, po më dha lodhje dhe më dha ngarkesë edhe si proces. Po me pas si proces atraktiv. A ke mendu në erë gjevë me bo një libër me receta? Ki shumë receta që postanë? Jo, se zakonisht ose me hap një faqe recetat e gjevës. Profesioni jam i dimenzioni tjetër më ka bu që më s'me po shumë... Profitabil që jo, punë profitabile, po më ka duk që një lloj ngarkese imja. Zakonisht i ruj, e di dhe i pregadis dhe i paraqas kështu. Kom qef mi shpëndo me njerë që me ndoj det, kom nevoj edhe për pak mill. Kur i poston ushqimet, a ka raste kur gjykohesh pse po poston ushqime? Po lakmojmë, se për tjerat jo. Po ti më nja prafërsisht të mja, kur e shpredi kush atë lakmi, thëmë hajde. Unë e kam qenë edhe shpitonde dhe kam provu këto ushqime. Adi është një diçka që me të vërtet nuk e pritoj me bo, po tash është letësim se dhe kam ndihmën e fëmijëve, pavarësisht a kam musafir ftuma, po rastisht që më vinë, tureza dhe procesin bëhet shumë shpejt. Nilin e keme me servim, rejonin me ndihmën e një pjesët procesit edhe kështu përfundon çdo gjë. Tash është pogaçja gati për... Me servu për... Së gjukën ja vendos para pjekjes. Para pjekjes. Kjo tepsi e pranon nxehtësinë shumë shpejt, edhe ma lehtëson procesin e pjekjes shumë shpejt. I du edhe elemente në kuzhinë, cilat i pregadis gjëra, me qenë praktike. Jo më edhe... Për me kry punën edhe letë, edhe mos me dhon shumë stres, por me qenë... Zakonisht i bëj produktet, gjërat që i pregadis, me pak, s'kam shumë stres. Procedurat gjata s'ka. Jo, dhe nuk e kapi me stres. Nashta që e ndjeja atë ndjene... Me gjithë se unë mendoj që brumat në përgjithësi marrin kohë ma shumë, se për shembull ma shpejt e pjek një mish, se me bo një pite. A jo? Mund duken të dy atleta. Pite jam pak proces ma i gjatë më duket. Nashta që nuk jam shumë profesioniste e brumit. Pitën e parë kër e kam qitë, kam qenë klasën e 6. Edhe prinsi kom pas atë, me ndihmën e gjyshës time nga dëshira mja lehtësua asaj punën. Aja ardhë më kujdes për neve dhe thëmë, ana du me qitë një pite, të qysh du me qitë tash. Më dhim ka ja me bo shqimin. E marrë qës pitën dhe kur ka orë nana e me hongër se ka besu që e ke gatu të vetë mija. Bravo. Jo, në pitet i kom su shumë vonë. Kanë qenë pak sfit në veti për mu pitet. A të ndimaj? Jo, s'kam nevoj. Po na dhe një pogaçe e hu, jo shumë e trash. Nërë se hojnë pak ma pak. Qëtë këtë të. Nëse e mirë halo pa pjek, po do këtë e mirë. Te brumra do nguxem me pas. Veç e pregadit vetën si procesorin e kompjuterit që ti mundesh, edhe...
është një diçka A e ki atë teorinë që kur ki bashkë me safer që donë me i pritë shumë mirë, dështon diçka? Jo, Sara, nëse unë e kam teorinë që i nisi gjërat vonë, se i thon vetës ti krejt mundesh. Okej, a ja arrin? Po. Bravo. Ka momente që më kapin dhe një lloj stresi, se njeriu duke jep kohë vetës, dështon. Bravo. Mirë po, ta i mësoj pe gabimit tem edhe filloj hera tjera ma herët. Po. Super. Mendova që kam mjaftu shumë së gjokë, po. E kemi hongër para gjrimit. Okej, tash është edhe farat e zeza. Farat e zeza ja jepin një aromë shumë të mirë. Po dhe shi edhe farat e zeza janë shumë të shëndetshme. Shumë të shëndetshme. Me pasat... Ty ka më flu recetën pak me lene. Po. S'po mund mi... Që unë e kam se ti ki durt, ki nevoj me i pastru, dhe në këtë gjendje, vetëm pas pak. Sa minuta gjithë? Shumë shpejt kishe, ta ke bu maksimum? Po. A jeni gati për pëgace? Sa e lumë tërë përdog nga gjevë që ka me hongër pëgace? Në mbusha me kapë këtë pësin tonë dhe une. E kapa. O, zot farere. Gjunamër mes me hongër pëgace. Mos hani shpesh jo, hani ka pak, ka një rallë, në dhe ju knasë. A ka rëndësi gjevë në gjyra e pjekjes, për shambull të e le pak ma gallë dhe kështu shënon sa veqet e pak në gjyra dhe pak në gjyrë? Është element përbërësi i formimit të pjekjes se na dëshmon që edhe brendësia është pjek. Është pjek, okej. Në që se na, se përcjellim si procedura, atëherë mundet mu duk gallë dhe pa u pjek brendësia, po pastaj është dështan si vromë. Hajde ta këshyrim çfarë na ka dalë. Ke televizionit i ka dhane e të mirë. Regova që besimi im gjatë pregadisjes të ushqimit, unë i thëm vetës ka dalë mirë. Ajo energjia, unë moj, unë ja dalë. Jo në gjithë ka proceset, Sara. Unë kam nevojnë që se pite kur qes me bojë që të energji që po e thute, nëse ka njerë pite të më dështojnë. S'di pse, nuk e di, nuk kam mujt me arrit me kuptu. Në tjera të receta jam super. Pëton veç aja për kushtimi dhe me veç... Ashtë po më vjen me kapë kështë në copë. Mja hek një pjesa dhe, një qësh. Qashtu të knaqë. Në di kër nga ka të vogël, kër na qeshin me blej bok në herë. Rrugën gjysën e bukës e hangshim. Kemi fitu një fantastike, ja. Dëbut, të pjekun gjitha format mirë, edhe pa dyshem është të sheshme. Fantazi, më falë, po dona me provu se s'po moj ma. Dire, veç të poftë mirë, Sara, ki... Lumë shindur. Ki privilegjin për me kërku, edhe me shiu. Bashkë me kamarmana. E hojna mas kamerës, lenë vetë që ka është pangra. Shumë e mirë. Po goqja normalisht nuk met, po mundet me uru për nesër nëse mbulohet mirë, edhe me një pecet e në pastër, por edhe me një kese, apo? Qështu e ka mëne? Gjithë shyshë, mu më qëndrojnë në forma ndryshme, asë njerë nuk më forsohen pastaj. Nuk e di me ta spjegu si proces, mirë po edhe ndëse metet zakonisht nuk metet. Nuk metet, thash edhe onë. Nuk metet, ose ose një musafir pastaj ose një diçka që ajo pa met me për ditën e nesme, është vështë shpenzohet. Absolutisht që po. Gjevon falenderoj shumë mas pari për kohën që ke gjithë me arë, edhe për një mikës si je, sepse çdo herë edhe për lavdata dhe për kritika e kam aty të familja jonë, kështu që unë falenderoj shumë që je gjithmonë pranë ekipës tonë, edhe pranë meje sidomos. Unë kom pas rast me i provu ushqimet tua edhe jashtë kamerës, edhe me të vërtet je shumë e zonja në këtë pikë. Faleminderit. Patëm krasinë me të pasë të sot me shiu një pëgaqe të ndër. Faleminderit, unë e tash edhe kur bisedum, kur ma bu në ftesën, ku mu e refuzu ftesën e Sarës, së është dere e hapur, edhe ankesave dhe kërkesave dhe shumë problematikave që hasin shoqënin tonë, cilat mundemi mu qaste të ti shumë letë. është knatësi, sepse unë për juve punoj, për krejt ata që në ndjekin. Për ata, unë diva
E tërprume me ta Me refuzu thonë jo, s'ke po pjesën. shumë mirë, se valla s'kisha mujt me najt pa e provu këtë pëgaqe që e ke postu, mos posto shumë se t'iri shpesh. Gjej, faleminderit shumë edhe njerë. Uroj shumë shëndet edhe për ty, edhe për fëmijët që janë këto, edhe për Rejanin që është një kuzhinier i arshëm, shumë i zoti në këtë pikë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, po ta kënaqësinë edhe Kënaqësia është e jona. relaksova me këtë proces. Tash relaksohemi ma shumë kërë e konsumojmë. Dashur miq, kjo ishte edhe materiali i fundit për sot. Ne do takohemi patjetër të dielën e ardhshme në televizionin Kanal 10 me familja jonë. Në ndërkohë për gjithë ju që e keni nxjerrë me vonesë emisionin ose ju ka ikë ndonjë pjesë, e gjeni në YouTube të plot, pastaj edhe në Facebook, në Instagram, në TikTok, në webfaqen portalit Familja Jon, kudo, të gjitha intervistat, të gjitha pjesë, të gjitha informacionet, 24/7, jemi online, mjafton me na kërku me të njëjtin emër Familja Jon. Faleminderit shumë, paqet shëndet, ju uroj një javë të mbar, takohemi të dielën e ardhshme. Mirëmbëjtje.